إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vllazën të dashur, xhamatlitë e të respektuam, të gjitha falënderimet dhe tërë lavditi takojnë Allahut Dhul Xhelal. I lutëm dhe i përgjerohëm madhnisë e tij. E kërkoj me ngullëm dhe me vendosmëri dashninë e tij, respektin ndaj tij. Është i vetëm dhe është i veçantë Allahu Dhul Xhelal, për cilin jemi mirënjohës Allahut deri në përjetësi, edhe si popull, edhe si kombë, po edhe si fetar dhe musliman dinit islam, jemi mirënjohës Allahut për begatit e tij të panumërta që ja ka dhuru këtij populli, e ne do të vazhdojmë sunimet tona për të arrit kënaqësinë e tij. Kjo ka mundësi sepse Ramazani neve na ofron mundësi të reja për të armatos shpirtin dhe zemrën ton me dashni edhe vullnet dhe itikad për Zotin krijuesin e gjithësisë. Prandaj agjerimi jon, sikur agjerimi atyre plegjve tanë para 700 vjete, i shkon Ramazani bekuar ai para 700 vjete, sepse na u dha mara neve shqiptarve, na u dha mundësia e artë ta njohim Allahun Rabbul Alamin, na u dha mundësia e artë ta njohim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por mbi të gjitha ta njohim fjalën e Allahut, Kur'anin Kerim. Pse të dashurit e mi, ky Kur'an e ka luajtur rolin gjithmonë qetësues i zemrave të besimtarve. Pse në bashkë në Ramazan Allahu e ka lidh zbritjen e tij. Prandaj dy informata po ja u dhon për Kur'anin Kerim, që nëse i keni ditë, keni me i rifresku kujtesën e juaj. Por nëse nuk e keni ditë, keni me e mësu sa i madh është fjala e Allahut Dhul Xhelal. Sa ka famën e madhe ky Kur'an Kerim, sa ka autoritetin e patjetërsueshëm ky Kur'an Kerim. E para Zoti prej Allahut, vet Allahu e ka zbrit Kur'anin në qiellin e dynjas komplet natën e Kadrit në Ramazan. A dhe të njëjtën kohë rëndësia e dytë, se prej qiellit dynjas Gjibrili me lejen e Allahut e ka fillu zbritjen e Kur'anit pikërisht në Ramazan në natën e Kadrit për 23 vjet. Këto dy informata duhet me i ditë fort të mirë të dashurit e mi. Kur gju jeta sot, as kish pas rrym, as kish pas teknologji, as kish pas internet, as kish pas avancim, as kish pas aeroplan, as kish pas anije pa Kur'an. Këto duhet me ditë. Çdo burim i çdo energjie, e çdo zbulimi, e çdo mendësie, e çdo udhëzimi, e çdo intelektualit buran të dashurit e mi për fjallëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Për këtë arsye krejt njerëzit i kanë bërç fjallës Allahu deri në ditën e Kiametit. Madje po du më ju kallëzu diçka që o vallahi shpirti kom ju kënaqur. Pse melekt mas shumë të në tokë zbresin në Ramazan? Sepse Allahu i ka dhonë njerit diçka që melekve s'ju ka dhonë. Bënë men, Gjebraili, meleku i cili është më i madhi,
Veç kërohin ai me qiqishtu, veç me lëshu kërohin, janë zanë dritën diellit. A që është i madhë, a që është gjigant. E Gjebrili nuk din me lexu Kur'an. Nuk din me lexu Kur'an. Asni melek nuk din me lexu Kur'an. Ata veç e ngujnë Kur'anin. Për që ata zbresin tokë edhe ta afrohen ty, o besimtar, kur e qelsh Kur'anin e me të ngu. Nuk ngupen. Qështë në shala ka ngrit Allah. Veç që to, kur që këtë lejt tjerat. Veç këtë realitet na me përjetu. Sa të më dhe jena na, me lekt, po kanë nevoj me zbrit, edhe po flosin qilë atje banor të qilët, o mull në, si me thonë tash në jargonin popullor, o mull në burra bre, se në tukë, po kënohet Kur'ani, se e din me lekt, se rëb të Allahut 11 muj tjerë janë ma demela. A në Ramazan, shejtan të prangosën, mundësia e besimtarit në qasjet leximit Kur'anit është shumë e madhe. Edhe hyjëm e zbresin me lekt me në ngu neve. O vllazën, poshë Zotin në piju ves juve, me gjdo të metë që na posedojmë, me të gjithë falëshimet që të neve në takojnë. Edhe prapë Zoti njerin po do me gradu, me ngrit para melekve të cilët kur nuk gabojnë. Melekt janë sikur robot. Nuk gabojnë, nuk hanë, nuk pinë, nuk kanë epsh, nuk kanë ego. Ato e kanë për detyrë me i shërby lumit Zot që është dënë Zotim 100%. Plus fjala më bekuar e Allahut Dhul Gjelal ka zbrit prej Gjibrilit, edhe ai nuk din me lexu Kur'anin, se ka dhënë Zoti këtë mundësi. Ai e bort emanetin e Allahut, ama nuk është në drejgje me leku, sikur është në drejgje besimtari Allahut, i cili quhet me rabdes, i drejtohet kibles, edhe qel fjalën e Allahut, edhe lexon fjalën e Allahut. Atë shumë Allahu e lavdron fjalën e vetë, edhe me lloj epitete e përmend. Unë po du me ju kallëzu vesh një tri. Ko shumë, po jena në hutbe, gatë shkon kjo. Kjo është temë e gjanë. Mirë po tri po du me ju kallëzu. Thot Zotin surën Sebe'e. Surja Sebe'e gjindet 2 sure para surës Yasin. Sebe'e, Fatir, sure Yasin. Ajeti numër 6. Thot Zoti, ngu me vëmendje, ama veç ngu, që ka thot Zoti. O jera ledhine utul ilm, pik. Ata që kanë dituri, këtu hinë edhe ata që janë musliman. Zoti po thot, ata që kanë dituri, ata që merren me shkencë, ata që merren me intelekt, ata që merren me analizë, ata që merren me zbulim, ata që merren me eksplorim, ata që kanë dituri, ama ngu me vëmendje. O jera ledhine utul ilm, Alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq. Pik. Ngo mirë. Që po thëtë Allahu? Ata që mirën me dituri, ata e din se aja që po të zbritet ty, o Muhammed, prej Zotit tën, është hak, është e vërtet. Është e vërtet. Edhe qka? Po shtën Allah edhe diqka. O jehdi ila siratil azizil hamid. E ky Kur'an, nëse ti jetës me këtë Kur'an, kur kom të tuas kanë mërshit. Po kime shku të aji gjithë lavdishme. Cili është aji gjithë lavdishme? Ajo është Allahu. Ajo është kriju si gjithësis. Njerëzit veç pak hise me morë për mësimeve të Kur'anit, e fitojnë lavdine Allahut. E fitojnë krenarin e Allahut, e fitojnë modestin e Allahut, e fitojnë dashnin e Allahut. Vllazën, thëtë Allahu me Kur'an, na ja kemi zbritë robit tun, ja kemi zbritë robit tun, e ju që nuk besoni, e ju që nuk doni me besu, ani mëra shumë ka lajke pun, po bina vesh një sure, o veç një sure bire, një kapitull. Inna a'tajna, i ka 3 ajete surja më e shkurtë e Kur'anit. O bina vesh një sure, po thët. Mirë po që po thët Allahu? Thët edhe nëse bashkëpunoni me dreqene, me e gjenne, me gure, me njerëze, me kejt qka ka, veç Allahun, mos e merrni në bashkëpunim,
nuk keni me mujt me arrit. Prandaj nuk keni tjetër çka. Për këtë arsye Abu Jehli, që llogaritet njëri prej armikëve të përbetuar të Kur'anit, kur ka zbrit muzgu terri, e kanë gjetë shpeshherë afër shtëpisë pejgamberit alayhis salam tu e ngu fjalën e Allahut që sheknejke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë zonë gjumi, ku e kanë lyp e kanë gjetë në bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ditën armitsi e urrejtje e propagandë, ama me vetë ka dole, ama me vetë. Këti lloj, kësaj kategorie njerëzve, a di kur qesin që e kanë zemë, se këta i kanë shumë ftyra. Këta kanë shumë ftyra. Jo, kush që i merë vesh nuk ko. Kush që i merë vesh ta nuk ko. Ama, a di kur e qesin ftyrën e vërtet, ky lloj njeri, ky lloj karakteri, në dy raste, o ku nervozohet, ose o kur pihet, kur dehet, a i tani kallxon, kejt e kallxon. Komplet e kallxon. Edhe kur ju ndeha ta, kur e shetet ulshin, tha, e anis që tha me ful, e pishin, e u dehshin mirë, dehej, ku ka e tyne, tha anis që me kallxu, thishin, vallahi, që ato që e thët Muhammedi është hak. E po, pse s'pe besojna Abu Jehel, pse s'pe besojna, ju se Allahu në uzubila Moskov për gojës tem, ka gabu, së është dosh me aqu ati birit Hashimit, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam llogaritet për nipave të Hashimovetve, se për Beni Hashim, qështu është, po është dosh me na sjell neve. Ati tash do mi kallzu Allahit, kujna me aqu diturin, kujna me azbrit Kur'anina, pastaj vllazën të dashur, nuk ka vepër ma e mirë për besimtarin se leximi i Kur'anit, edhe të njëjtën kohë tu e ditë që sa herë ti e lexojsh fjalën e Allahut, është vllazën sikur Allahu ty me të fol. Edhe kanë thonë dietarët, nëse ti don me i fol Zotit, fal namaz. A nëse don ti me ngu Zotin, lexo Kur'an. Nëse ti don me ngu Zotin, çka po thot ty, ti lexo Kur'anin. Wallahu ajuna nuk di me lexu arabisht. Unë e di që s'do me lexu arabisht. A do me lexu shqipte? A do me lexu përkthimin e kuptimeve domethënieve të Kur'anit? Merre lexu. O merre lexu. O për kurreshtjet e ke funit hape fjalën e Allahut, edhe lshej syt në fjalët e Zotit, ati kof shumë fal. Kanë thonë të parët tanë të muslimanëve besimtar, nuk ka pos problem më të madh se sa me fitu betejën përballë armikut. Sa herë jemi konfrontu me ta, tër notën besimtarët e kanë kalu të e lexu fjalën e Allahut. Kanë thonë kur kemi qenë në varfëni, urin e kena gjetë në ngopur në përmet leximit Kur'anit në ka sjellë Allahu riskun ka se kena kujtu. Sa heri na konë të ngujum nga telashet, nga sprovat, e kena gjetë rrugën e çlirimit, edhe shtegun e liris në përmet leximit fjalës Allahu xhelle xhelaluhu. Sa herë e kum pos antarin e familjes gjendje kritike, e kum gjetë çlirimin, qetësin për afrimin me Zotin Rabbul Alamin, të e lexu fjalën e Allahut. Madje e ka burra besimtar që asnjëherë nuk dalin prej shtëpiave të tyne pa e qel fjalën e Zotit, edhe të paktën nëse s'munën komplet një faqe, një gjys faqe, 2 ajete, 1 ajet, gjys ajeti. Bën e rutinë tjetës tone, që me ta dhon Zoti bereqetin e me të mbrojt prej kaderit. Madje është regjistru edhe me shumë regjistrat historisë, edhe të kaluar së largët, edhe kaluar së afërt, edhe kësaj tashme në që jemi tuke përjetu, në përvatrat e krizës, shtëpiat u kallnin, gjithçka u shkatërrohej, gjithçka demolohej, vetëm fjala Allahut rezistohej. Fjala Zotit është mrekulli, është begati për ne, është kerenari. Neve na lakmojnë, madje e ka thonë edhe vetë Jahudia, kur u taku me Omerin radiallahu anhu. Na ka thonë, te këshëm pos një ajet që shekini ju në Kur'an, thët atë dit e këshëm shpoll dit feste. E ka thonë, Jahudia ka thonë dhe së të thët. Kjo është e vërtet, realitet. Omeri ka thonë, unë e di për cilin ajet i të thonë te. Ka thonë se unë më konë aty ku i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe e di ditën, e di kohën, e di momentin, e di krejt qysh ka zbrit. Është një pjesë e ajetit në surën El-Maide, ajeti numër 3. Thot Zoti me Kur'an, sot e përsosa fejnë e juj, i cila është dhuntia jam ndaj jush, feja islame. Është program i krejt pejgamberve, është mesazh i gjithë profetëve. Ne ka dhuru Zoti këtë begati. Prandaj dietarët e mëdhej nuk ju ngjitu e lexu fjalën e Allahut. Thuhet për Imam Abu Hanifën 60 hatme i ka kënu Kur'an. 60 herë i ka ro fillim e mbarim fjalës Allahut. Thuhet për Imam Shafin një hatme natën e një hatme ditën. 30 ditë hatme, 30 net hatme fjalën e Allahut. Thuhet për Osmanin e birit Afanit, i cili ka qenë 2 herë dhëndër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur i ka vdek çika Rasulullahit e dyta, ka thonë vallahi me pas dhe një çik tjetër pa ja dhënë këtij nuk e kisha lënë. Për Osmanin radiallahu taala anhu, thuhet për ta kur është lidhën në Qabe namaz, Allahu akbar, atë shumë u koni lidhët me fjalën e Zotit prej elhamit e elif lamimit, veç kur e ka po veten në një rekat e ka bo hatme Kur'anën deri në surën Nas. Kul a'udhu birabbin nas. Pse vllazën, aq ka nevojë me e lexu Kur'anin ky shpirt, saq është i vetmi libër fytyrë toke që gjendet, pa fije dyshimi libri i Allahut. Është i vetmi libër, sa herë që ta lexosh, mshele, çele apet, lexo të njëjtin që ke lexu, të duket sikur për herë të parë të lexu. Kjo është veç me Kur'an. Kjo është veç me fjalën e Allahut. Andaj të dashur të mi, po shkojnë në zonca të xhamati të Hoxha, i cili është prak vdekje. Ka shërby popullit me devotshmëri, ka shërby dinit islam, edhe vjen momenti me uta. Jeta sa të dush, duhesh me vdek. Duje këndush, duhet mi thonë lam të mirë, e në gjennet u mirë u pafshëm. Edhe për i thujnë fjallën e funit, Hoxha, djetarë jun, baba jun, i pari jun, na len amanet diçka, që ta kujtojmë fjallën tonë të funit. Çka thaj? E tha një fjallë që lidhet me Kur'an. Tha, mundohuni ti afrohuni Allahut me atë që Allahu e dënë. Por mos shumëti që e knasni dhe e gëzoni Allahun, se me fjallët e ti kur t'ja lexoni nuk ka mundësi. Neve na ka glabëruje ta kësoj bote, neve na ka hutuje ta kësoj bote, neve na ka dehe, se njeri dehet jo veç të pira ki, po njeri dehet edhe për jetës kësoj bote. Kemi harru fjallën e Allahut. Prandaj o vëllazën do të vijë një ditë që ky Kur'an ka me fol. Ka me fol për ato që i ka lexu, e ka me fol për ato që ka braktis. E mos na vije dita që ky Kur'an me na çortu, por le të vije ajo ditë e bekume që ky Kur'an me na livdu. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'ani yashfi'ani lil 'abdin min yawm al-qiyamah. Shqepi bie edhe agjerimi yt, edhe leximi i Kur'anit kanë me ndërmjetësu tek Allahu. Agjerimi ka me thonë, o Allah, unë e lash pa hongër e pa pi. O Allah, unë e lash robin tënë të privun për i knatësive të kësoj bote. Kur'ani ka me thonë, o Allah, unë e lash natën zgjut, e ditën i angazhum me mu, unë edhe ky shuku jam. Ta shëret, Kur'ani dhe agjerimi shuk, shkojnë bashk të Allahu, edhe folin, e ti mos ki me fol. Ja, mo kry, ti fol deri kur ta qe shpirtin. Qatë moment që shpirti, fjala e fundit la ilaha illallah, s'ka mo me fol. Ja, tani ka me fol veprat për ty. Ka me fol namazi, ka me fol Ramazani, ka me fol vepra jote mirë, heroizmat e tu, sadakat e tua, këtu kanë me fol. Qëta 50 cent që pjo luti, unë jep një burra brese, me amen të Allahut Zoti ka me në animu. O vëllazën, ta shlirojmë një vëlla, Allahu juve ka me ju shliru. Vjen dita, masanej, me amen të Allahut, e kalojna progun e gjennetit, kena me full tani masani. Tani anisu me fullum na. E fullum na. E kena me thonë,
pse bre nuk bëj shumë ma shumë. Krejt kena me thonë, pse bre nuk bëj shumë ma shumë, e kena pos këtë mundësi. Prandaj, vëllezër të dashur, ky Kur'an ka bo mrekulli në krejt el alemin, e në veçanti në shqiptari. Pasha Zotin e madh, në 44-ën, kur është bombardu Kosova prej nazistëve, Prishtina është i vetmi kryeqytet i krejt shteteve ballkanike që nuk është bombardu. Shkaktar të dashurit e mi është fjala Allahut Azza wa Jall. 2 hafiza kanë thonë Tinisja prej Mramurit, unë tjetri pianisi kënena në jug të Prishtinës, ku takohemi të e bohat me Kur'anin, s'kena tjetër qysh me lutë Allahun me na pështu prej bombardimeve të tyne. Edhe tash atyne ajo ka do, ka ta pjeti, filen koordinatën, dhe jau që të këtë deti. Allahu është i madh, te bareke u ta'ala, edhe mbetet i vetmi. Që Mitrovica është bombardu. Na kemi bili një agjë të babgjyshit tem, e kam, dhe më thonë, të ram, shahidi insha Allah, pikërisht në të bombardim. I cili ka qenë ditë ajtë, apo e dilën të ajtën ka posë më martu, unë janë në këtyne 2 varianteve. Po kjo është e vërtet. Fjala Allahu të bënë mrekulli. Allahu Gjelle Gjelaluhu t'jep mundësi. Kur i thanë ati njëre prej betejave më vendimtarve, besimtarve për bolë më ngëllive, që tojnë të në ato këngë kreshnike që kënojnë tatari e morë vesh. Tatari e morë të vesh. Kër kanë thonë filoni nuk janë saf, ku janë radhit për mu ballafaqu në konfrontim fizik me ta, që ka thonë ai komandanti tyne? Ka thonë veç hatmja e ti, që e lexon fjalën e Allahut, edhe gishtin tregues që e çon për Allahun në tehiatin e tij, i ka vlerë sa 1000 ushtarë në betejë kundrejt këtyre të pabezëve e faqezi. Andaj të dashurit e mi, Allahu do të na ndihmoj rrugtimin ton. E na tash kemi nevojë që ta ndërtojmë paqen, e ndërtimi i saj më i bukur i mundshëm bëhet të e lexu fjalën e Allahut, të analizu, të e meditu. Nuk ka gale, ti që ke fillu me lexue, nuk lexon bashmire, e ki probleme në artikulim, nuk ka gale. Lexu, ktheju për kthimit, ktheju komenteve dhe spjegimeve të domethënieve fjalëve të tij. Është i mrekullueshëm madje për kthimin e gjuhën shqipe, është i mrekullueshëm, sidomos i dietarit të madh Sherif Ahmedit, i cili ka ndruar jetën në vitin 1997, e falenderoj Allahun, i cili më ka mundsu më ia fal xhenazën. 17 vjeçar para se të kyqem në aravat e UÇK-s. E falenderoj Allahun si xhamatli normal, atëre doktor Recep Buja ja ka fal xhenazën, kur nuk e harroj, në vitin 1997. E merr në lexon e vllazën për kthimin e kuptimeve dhe domethënieve të fjalës Allahut, i cili jep një shije të veçantë kuptimeve të jetëve të fjalëve të Allahut. Hoxha i dashur Sherif Ahmedi, për cilin është njëri prej dietarëve të rrallë, i cili nuk e ka pas mundësinë mu shkollu, por shkollimin e ka pas ku? E ka pas të hoxhallarët e tyne. Qyre, se cilja rrethon i ka pas ato, i ka pas rrethonat e veta, i ka pas ato mundësit e veta, po i ka qu Zoti burrat, i ka qu njerëz e vërtet, cilët i kanë bon shërbim fjalës Allahut. Andaj derisa na jemi në këtë periudhë për të ngritë vetien, për të ruajt ngjyrimin tonë kombëtar dhe fetar, siç është data 7 marsit, 5, 6, 7 mars, që në ditët më të lavdis, më të krenaris, përballë një agresionit genocidial të regjimit totalitar të Miloševićit, doli një burr mystet që të më vesh mjekrën e madhe, po pikërisht si kur e kam përshu Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, që gjoksin e tij e ka përmbledh krejt mjekra e tij, emri i tij ka koinciduar me emrin e njeriu të parë në tokë, Ademit alayhi salam, edhe na rizgjoj, edhe kauza e tij na shpëtoi, e na bashkoi, po besa edhe na terminoi. Po vallahi se ishim pas kontutut, edhe pesërani tutën e kishim pasqu. Pesërani më kishim pasqu tutën. Deri në si deregje ishëm paskon. E Allahu i qënë dë njerëz dë vetë, në ku pasku e i qënë këta njerëz të mëdhej,
edhe japin, edhe aqlet e bojnë vdekjen, si kur një pjesë e madhe qysh e kremtojnë lindjen, ata e bojnë me kongë të e adhuru Allahun Azza wa Jall për mirësit dhe begatit, se një familje vetë mu ballafaqu me një shtet 72 orë, këto veç Zoti mundet me bon me kovetin e ti, se as ondër, as imaginushme, shkëm së ku dush në Oxford e atje në Cambridge, ku dush me reanaliza, nuk mundesh me gjithë një kësi lloj sakrifice, një këtë lloj të cilën ne shqiptarët e kemë, po kjo është begati, mbylli sytë edhe dil mas 500 vjetë, qysh ka mu lexu kjo vepër heroike këtyre burrave dhe këtyre grave kaq të mëdhej, e sidomos na që jemi pjesë e kësaj kauze. Mirë, po kauza nuk është përfundu. Ata kanë tentu me vëro, por e kanë zgju një popull. Ajo është vëro për mu qu një popull, se duhet dikush me uvra për mu qu një popull. E kjo ka ndodhur pikrisht me kauzën e Adem Jasharit, rahmet i pas shpirti, e Allahu në gjennet në takuft, ja Rabbel Alemin. Qofshit bekum, falimderi shumë vëmendje, Allahu ju begatoft, e ju lartësoft, e ju ndihmoft, prandaj krejt kauza e këti burrit të madh, e kin fjalën e Zotit, e ki kjo sakrificë, kjo shkollë, kjo është emancipim, kjo është vëler, sa do që munuan ata që jenë dashamir të dreqit me e tjetërsu, po bati hova, nuk ka mundësi, se nuk gjveshet ndryshe, nuk ka mundësi të ndohet shapi prej shiqerit, kur është për hir të Allahut, a kur s'është për hir të Allahut, edhe kohrat mbranda thesi shiqerit dohen vetë, se nuk shkan e drejta me të padrejten, e vërteta me të kotën. Qofshit bekum dunja edhe në ahiret. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vëllazën para se me përfundu, një dua duhet me bë për një djalosh i cili është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Elos Allahu me madh, Allahu Azza wa Jall me shëru, Allahu Azza wa Jall me e shpëtu, Allahu i madh boft sukses në durët e mjekve që ka më operu, Allahu i madh në gëzoft prindrit e ti, pastaj ne gjithë që njofëm ja Rabbel Alemin shërimin e ti. Ka ndodhur një aksident i madh, prandaj elos Allahu me madh që me shërua djalash, me e letësu dhimbjen e ti, me e këthy vetdijen e ti, me e këthy shërimin e ti. Ja Shafi, o i urt, o shërus, ti je i madh, dora jote është e madhe. Prandaj të lutem mund sa na të kapum durët e tua, e shëro, e letësu, e ndihmu. Prandaj po ta dëshiroj këtë dua me bë bashkë me ju, e qofshit faqebardh, e faleminderit shumë. إن الله أثبت الله عز وجل من القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vllazën përgatitun me falë farzën e gjumos, e Allahu kabul në e bafti, ja Rabbel Alemin.